për t'i shpërndarë. Gjoni, mediat ndërkombëtare tashmë po të lexohet me kujdes edhe gjua e tyre, një pjesë e mirë e quajnë sundimi i Edi Ramës, e ndërlidhin fort protestën dhe ato që është duke ndodhur me çështjen Balluku, por ajo që më ka bërë përshtypje është që në një pjesë të madhe të tyre ka një top fjalësh pothuajse të barabartë, ose nëse nuk është fjalë për fjalë, nën kupton të njëjtën gjë. Destabilitetin e qeverisjes së Edi Ramës. Pra mund thuhet që opozita, dhe për dhunën do të flasim pak më vonë, po mund thuhet që opozita ka një qëllim të rëndësishëm për ndërkombëtarizimin e çështjes në raport me ato që është duke ndodhur me shtetin e së drejtës e ka arritur. Faleminderit Sonila në lidhje me pyetjen. Të them të drejtën, protesta e djeshme në krahasim me protestën e datës 24 ka një zhvillim akoma më të ri dhe unë në pikpamjen time, por njëkohësisht edhe me bisedat, ka një rritje graduale të mënyrës si protestohet dhe mënyrës si Partia Demokratike kërkon të shkojë të skenaret të cilët normalisht janë skenaret të cilët parashikojnë që ndodhin në lidhje për të ardhmen. Padyshim që ka një ngritje të temperaturës, edhe nga vetë publiku, edhe ka një interesim më të madh të njerëzve, pavarësisht se dita djeshme ishte edhe një, sipas parashikime, një kohë e keqe, të them të drejtën, dhe pjesa më madhe e njerëzve kanë ardhur me kohë me shi, nga rrethet e tyre të cilët janë nisur në drejtim të Tiranës. Padyshim që qëllimi kryesor në lidhje me gjithë vendimarrjen e Partisë Demokratike në organizimin e protestave, të cilët do bëhen edhe akoma më të shpeshta dhe në 20 është e radhës, është që përveç sensibilizimit dhe ngritjes së temperaturës, por edhe të njerëzve, interesimit të njerëzve shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, por edhe një pjesë të diasporës që jetojnë në vendet e rajonit në Itali, në Greqi dhe apo në vendet e tjera të Europës, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka pas njerëz nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj radhe në protestën. Po, janë shprehur në rrjetet sociale pa shumë. Të ngrihet temperatura dhe njëkohësisht të paraqitet në sytë e opinionit ndërkombëtar që sot shteti shqiptar është në studimin e një klike autokratike. Dhe në rastin konkret, po të marrim të gjitha mediat e huaja të cilët kanë dhënë informacione në lidhje me protestën e datës 24, por edhe të datës së djeshme, rezulton që qëndrimet dhe mënyra se si po paraqitet, ashtu siç e thatë ju, ka një emërues të përbashkët. Që kërkohet patjetër nëpërmjet protestave të lëkundën themelet e këtij shteti dhe njëkohësisht ngjarjet e fundit dhe mënyra se si pushteti dhe shteti ka reaguar në raport me nivelin e korrupsionit dhe nivelin dhe në lidhje me çështjen e Balluku, por edhe me ndryshimet e tjera rrënjësore që kanë ndodhur në kodin penal dhe që po ndodhin në kodin procedurës penale, por edhe ndryshime të tjera se sot po diskutoni me West Minister Foundation, edhe në lidhje me një ligj të ri që është porositur në lidhje me teknologjinë së fundit dhe me këtë të ashtu quajturën Akshe ose Durana, privatizimin, tregon lëvizjet post Balluku ose post vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilët kanë vënë në një alarm të theksuar qeverinë dhe Edi Ramën, sidomos, sepse edhe në rast se ndryshimet ligjore do ndodhin siç janë propozuar në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, nuk prekin çështjen Balluku. Është një lloj mburoje dhe një lloj parandalimi në lidhje me rastet e tjera të mundshme, sepse siç duket edhe nga gjithë për të gjithë çështja është se po shkon në drejtim të Edi Ramës. Në drejtim të Edi Ramës. Në fakt, po, tek kjo pikë.